kullu ummeti mu'afan illa mujahirin. Krejt ummeti im është i falur përveç mujahirinve. Kush janë këta mujahirin? Andaj vllazën, pra keni kujdes, gjënahet që i kemi bose krejt këtu që jemi, edhe kudo që janë muslimanët nuk e ki një, jo dy, po një nuk e ki pa gjënahet. Të paktën gjënahet të vogla. Çfarë do të qofshin, ato falen, amo me një kusht. Me çfarë kushti? Me i mbulue, me i mshef, e mos me u krenue, po me ndjekesh ardhje. Nëse harrani këta. Për ata pejgamberi a.s. Çka ka thonë? Kullu ummeti mu'afan illa mujahirin. Krejt ummeti im është i falur përveç mujahirinve. Kush janë këta mujahirin? Mujahirin janë ata të cilët bojnë gjunahe natën e Allahu ja mbulon. Nuk i merr vesh kërkush, e ata dalin në sabah, në mëngjes, edhe i publikojnë gjunahet me njëri tjetrin, edhe rrin me njëri tjetrin, edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot amiltu bariha kedha wa kedha, pram kom bo këta e këta për gjunahet natës. Bën gjunahet ditën, janë mbulon Allahu natën, ky shkarni zbulon apet. Këta nuk i falë Allahu te bareke ve taala. Andaj, pse këto përkatitje kështu ka shmirë, pse kërkim falja, pendimi, falja të tjerëve, për shkak që mu përkatit që ku të dorëzohen veprat tona tek Allahu, ne të jemi të pastër kështu me njerëzit, edhe të mos privohemi nga mos pranimi i punëve tona, dhe çka përkatitja tjetër që në muajin e bekuar, në muajin Ramazan, nuk kemi mo ta shko mu taku me njëri tjetër në Ramazan, ma bën halal se shkoj pjesa e parë e dytë, ja, para Ramazanit na ja marrim halalin njëri tjetrit edhe kërkim faljen njëri tjetrit. Allahu na falt, Allahu na uzoft, Allahu na drejtoft. E me komuniku me fol me njëri tjetrin, Allahu na lehtësoft edhe na mundsoft, sepse shumë fatkeqësi e madhe është me të zëndeka e mos me fol me besimtarin musliman. Allahu na falt neve, i falt prindrit ton, dietarët, ulemat ton, mësuesit ton, këshilltarët ton, xhamatin ton dhe të gjithë muslimanët kudo që janë.